Kurani është libri më i madh i librave të zbritura nga qielli dhe se aty janë bë grumbullimi i krejt shkencave dhe diturive, është fjala e fundit që Allahu i Madhrishëm je ka zbrit njerëzimit për ta udhëzuar atë drejt më të saktës dhe më të vërtetës dhe më të dobishmes. Allahu i Madhrishëm e grumbullon në te krejt udhëzimin që ka sjell njerëzimit edhe rrugët më të mira për të zgjidhur problemet e veta. Pse kjo? Sepse Kurani i përmbledh në vetvete udhëzimin drejt mirës së dynjas edhe të ahiretit. Ky ajet kuranor flet për rregullat gjenerale të cilat i ka ky Kur'an, me të cilat u jep përgjigje dilemave dhe problemeve kryesore që i kanë njerëzimi, duke filluar nga jo besimtarët, ateistët, kundërshtarët, e deri tek njerëzit e thjeshtë për muslimanëve. E kundërshtimet që japin jo besimtarët i bëjnë për shkak të mungesës së diturisë që kanë ata. Që kjo fjali, edhe kur e kam lezu, e kam nënvizu, akuzat që qafirat edhe jo muslimanët ja japin Kur'anit, si të kaluarën edhe sot, këtë janë argument i mungesës të diturive të tyre në lidhje me fen edhe me njerëzimin. Nuk ka njeri që qohet edhe fol kundër Kur'anit e ka argumente shkencore me vete kundër Kur'anit. Nuk ka. Hiq, as njëre. Dikush ka mundësi me thonë hoqë, po ti e ki i e hoqë edhe e ki borç me thonë kështu. Jo. Unë e të bi fakte. A doni me më pru faktin më të fundit, më të riun. Para 4 ditëve, ditën e partë Ramazanit, në Mekke, vjen profesori universitar Henry Larson, i cili është profesor në Universitetin e Harvardit në Amerikë, eksperti më i madh i studimit të qelizave të parcës kurizore. Edhe ditën e partë Ramazanit, para 4 ditëve, 5 ditëve, jo shumë larg, 5 ditë, vjen Mekë e thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Nëse njerëzi ignorant dalin edhe bëjnë fushat me lon islamin, ky profesor universitar, eksperti më i madh i qelizave të parcës kurizore, i cili ka ofru ilaç, edhe ilaçi i tij është në fazën përfundimtare me dalë në treg për me shëru verbrin të trashëgume. Verbrin e fëmijëve që lindin të verbër, trashëgume nga bazë gjenetike për prindërve të vetë. Ai shkencëtari s'është bo musliman pi muhabeteve tona që i bëjmë si hoxhallar. Për asaj që këta islamofob shqiptari thënë nga propaganda e hoxhallarëve. Jo. Ai është bo musliman në laboratori, në libra, në studime, aty të lezu, aty u ka bo musliman. Sepse shkenca e vërtet, argumentet e vërteta nuk munden me të lënë ty pa besu në Allahun dhul xhelal. Andaj, çdo kush që kundërshton Kur'anin edhe islamin, ai është ignorant, është jahil, andaj e kundërshton. S'ka kokë, e them me plot përgjegjësi, s'ka kokër argumenti me vete, hiç. Ka vezvese, ka shqybe, ka cytje, ama s'ka argumente. Sepse argumentet kanë tregu, kush i kanë ndjek argumentet, armiku më i madh i përbetuar me islamit është bo musliman. Se hulumtimi i paanshëm, hulumtimi transparent, se cili njeri e qënë besim në Allahun dhul xhelal. Gjithashtu, dëgjova në fillim të Ramazanit një doktor i mjekësisë të sportit, realisht femën, shqiptare. Thot, është hera e parë që agjeroj. Doktor i mjekësisë sportit. Thot, këtë vit është hera e parë që agjeroj.
I thot gazetarja, cili hoqë ta mush i menën? Shifne? Tha jo, as një hoqë s'ma ka mush menën. Vetë jam bind se agjërimi është mënyra më e mirë që njeriu arrin të krijon disiplinë në jetën e vet dhe kontroll ndaj vetes së vet. Dhe se krijon një raport të veçantë me Zotin krijuesin nëpërmes agjërimit, të cilin raport nuk mundesh me ndërtu në asnjë formë tjetër. Doktor i mjekësisë sportit. A kuptoni? Dhe ata që e pranojnë Islamin janë doktora, profesora, shkencëtar. E na përdo podruma, e na përdo garazha dalin dhe njerëzi kurse po e lona Islamin. Po ti kur si kon musliman. Si të elon Islamin ti kur si kon musliman, e tash po mundohesh me bo propagandë, që kjo është propagandë. Po mundohesh me bo propagandë kundër Islamit, edhe mundohesh me lon Islamin. Kjo shumë është më rëndësi me kuptu se të gjithë që folin kundër Kur'anit, as kush hiç nuk ka as një argument me të cilin mundet më argumentu vezveset e veta kundër Kur'anit.